Syri i providencës në kartmonedhën e dollarit ka ushqyer teorinë se Illuminati po përpiqen të kontrollojnë botën. Disa kanë debatuar nëse ata më parë kanë ndërhyrë në ngjarje të mëdha historike, si Revolucioni Francez ose luftrat botërore. Ka pretendime se ata infiltrohen në ekonominë globale, politikën, teknologjinë, median, argëtimin dhe shkencën. Por a janë ata realisht të vërtet? Nëse po, apo punojnë për të themeluar një qeveri globale? Dhe çfarë ndodh nëse liria që ne njohim është vetëm një iluzion? Mëtej, ne do të zhytemi në këtë organizat, historinë e saj të njohur, detaje më pak të njohura, dhe do të eksplorojmë se çfarë mund të kishte ndodhur nëse ajo nuk do të ishte zhdukur kurrë. Syri që shikon gjithçka. Adam Weishaupt, një filozof gjerman dhe profesori së drejtës, themeloi Illuminati më 1 maj 1776 në Ingolstadt, Bavari. Viti 1776 ka një rëndësi të veçantë, pasi shënon kohën kur Shtetet e Bashkuara fituan pavarësinë nga Britania e Madhe pas 8 vitesh lufte të rëndë. Në vitin 1782, 6 vjet pas krijimit të urdhrit, Vula e Madhe e Shteteve të Bashkuara u miratua për të vërtetuar dokumente zyrtare, duke paraqitur syrin e providencës mbi një piramidë të papërfunduar. Që nga themelimi i tyre në 1776, Illuminati synuan të ndriçonin botën, duke promovuar racionalizmin, shprehjen e lirë dhe rezistencën ndaj dominimit fetar dhe tejkalimit të shtetit. Qëllimi i tyre ishte të krijonin një entitet të aftë për të parë gjithçka dhe për të udhëhequr njerëzimin drejt ndriçimit të vërtet. Pse Vula e Madhe e Shteteve të Bashkuara shfaqet në kartmonedhën e dollarit? Ajo u shtua në vitin 1935, gjatë presidencës së Franklin Delano Roosevelt, si simbol i vlerave kryesore të kombit. Piramida qëndron për forcë dhe qëndrueshmëri. Forma e saj e papërfunduar pasqyron se projekti amerikan është në vazhdim, duke simbolizuar përparim të vazhdueshëm. Shkallët përfaqësojnë 13 kolonitë origjinale që vund themelet e vendit. Në maj, syri që shikon gjithçka simbolizon mbikëqyrjen hyjnore, Perëndia duke vëzhguar dhe duke udhëhequr krijimin e kombit. Anuit Cheptis përkthehet si ai ka favorizuar ndërmarrjet tona. Shpresh besimin se Perëndia mbështet themelimin e kombit. Novus Ordo Seclorum, do të thotë rend i ri i epokave, duke u referuar themelimit të një sistemi të ri politik dhe shoqëror me lindjen e Shteteve të Bashkuara, një thyerje e hapur nga rendi i vjetër europian. Disa teoreticien pretendojnë se syri në dollar është një simboli Illuminati, një formë mbikëqyrjes konstante dhe kontrollit që kalon të gjitha kufijt. Megjithatë, nuk ka prova historike që Illuminati i Weishaupt të kenë përdorur ndonjëherë këtë emblem. Syri që shikon gjithçka shfaqet në shumë kontekste globale. Në kisha të caktuara të krishtera, syri brenda një trekëndëshi përfaqëson Perëndinë në Trinitetin e Shenjtë, i rrethuar nga rrezet e dritës, siç shihet në katedralen e Aachen. Ai shfaqet gjithashtu në Deklaratën e të drejtave të njerëzit dhe të qytetarit të vitit 1789, një dokument kyç i Revolucionit Francez. Forma e tij është e ngjashme me syrin e Horus nga kultura e lashtë egjiptiane, i njohur për simbolizimin e mbrojtjes dhe autoritetit. Në masoneri, syri që shikon gjithçka i referohet arkitektit të madh të universit, një qenie më e lartë që vëzhgon çdo veprim njerëzor. Ndërsa Illuminati u rritën në numër dhe ambicie, ata filluan të ngjallnin dyshime midis autoriteteve. Shtytja e tyre për reformë sociale dhe politike u pasi një kërcënim për rendin ekzistues. Illuminati origjinal bavarez u shpërndan zyrtarisht në vitin 1785. Megjithatë, siç do të shohim, libra të botuar në shekullin e 19 pretenduan se ata kishin mbijetuar dhe po tërhiqnin fijet pas lëvizjeve revolucionare. Këto ide u përhapën në kohët moderne
duke ushqyer besimin se Illuminati ekzistojnë ende dhe ndikojnë në mënyrë të fshehtë ngjarjet globale nga hijet. Në Shtetet e Bashkuara, disa themelues të atë dheut ishin antar të masonëve, gjë që ndoshta ndihmoi të lidhen elitat shoqërore me shoqëritë sekrete si Illuminati. Rendi i ri botror. Në botën e sotme, disa besojnë se një grup i vogël individësh të fuqishëm qëndron pas një plani ambicioz, të centralizojë autoritetin dhe të formsojë fatin e botës. Kjo agenda e pretenduar synon të themelojë një qeveri të vetme globale, me kontroll total mbi politikën, ekonominë dhe burimet natyrore. Mbështetësit e kësaj ideje argumentojnë se një qeveri botrore do të sillte stabilitet, do të inkurajonte bashkëpunimin ndërkombëtar dhe do të hapte rrugën drejt paqes. Nga ana tjetër, kritikët e shohin atë si një kërcënim për liritë individuale dhe sovranitetin kombëtar, duke e quajtur fillimin e kontrollit të pakontrolluar mbi jetët tona. Ndërsa Illuminati janë në jonin e tërhiqjes së vëmendjes, ata nuk janë të vetmit grupe që bëjnë pjesë në teoritë e konspiracionit. Një mënyrë për të parandaluar konfliktin global, plani i tij nuk kërkoi sundim global të centralizuar. Winston Churchill, megjithse ai nuk e përdori kurrë drejt për drejt frazën rendi i ri botror, shprehu një vizion të bashkëpunimit ndërkombëtar që reflektonte këtë botë të rimenduar. Në një fjalim të vitit 1946, të njohur si Fjala e Zyrikut, Churchill propozoi krijimin e Shteteve të Bashkuara të Evropës, duke synuar të riformoste kontinentin si një hap drejt paqes së qëndrueshme globale. Në mënyrë të ngjashme, Franklin Delano Roosevelt nuk e përdori shprehimisht termin rendi i ri botror, por ai mbështeti një vizion që ishte ngushtë i lidhur me konceptin. Së bashku me Churchill, Roosevelt përcaktoi parimet për botën pas luftës në Kartën Atlantike 1941, e cila theksonte respektin për sovranitetin kombëtar, promovimin e tregtisë së lirë dhe çarmatimin e kombeve agresive. Me kalimin e kohës, ideja e rendit të ri botror mori ngjyrime më të errta. Disa pretendojnë se Illuminati nuk u zhdukën kurrë me të vërtet, por në vend të kësaj u bën më të fortë me një qëllim afatgjatë të dominimit global. Sipas këtyre teorive, Illuminati e sotme pretendohen se janë ngulitur në institucione ndërkombëtare si Kombet e Bashkuara, Fondi Monetar Ndërkombëtar dhe Banka Botrore, duke i përdorur ato si mjete për të manipuluar vendimet dhe për të konsoliduar pushtetin. Në vend që të mbështesnin përparim njerëzor siç bënin dikur, Illuminati moderne përshkruhen si arkitekt të një sistemi të krijuar për të përqendruar dhe të kontrolluar autoritetin. Sistemet financiare globale, sipas kësaj pikpamjeje, synojnë të mbajnë vendet të varura. Grumbullimi i borxhit kombëtar dhe ndikimi i institucioneve si Banka Botrore dhe FMN shihen nga disa si taktika të qëllimshme për të kontrolluar qeveritë. Një element kyç në këtë plan të pretenduar të rendit të ri botror është përdorimi i teknologjisë së avancuar për të monitoruar dhe të dominuar popullsitë. Qasja në sasi mase të dhënave personale të mbledhura online do t'u lejonte këtyre elitave të parashikojnë sjelljen dhe të ndikojnë në vendime. Inteligjenca artificiale do të përdorej për të zbuluar modele dhe për të parashikuar veprime të ardhshme, duke mundësuar një formë kontrolli delikat por të fuqishëm. Pavarësisht nga shumë teori që ka, nuk ka prova përfundimtare që provojnë se Illuminati janë aktiv sot ose po punojnë për të themeluar një rend të ri botror. Por çfarë ndodh nëse e vërteta është shumë më e komplikuar se sa duket dhe levatat e pushtetit po tërhiqen në sheftësi? Kjo është ajo që do të eksplorojmë më tej. Operacionet me flamur të rrem. Ndonjëherë, ngjarje të mëdha historike pretendohet se janë orkestruar në mënyrë të qëllimshme nga grupe të fuqishme, ndërsa popullsia e përgjithshme mbetet e pavetdijshme. A mund të jetë mundur që Illuminati ose organizata të tjera sekrete të kenë drejtuar operacione që lanë një shenjë të qëndrueshme në histori? Nëse disa grupe kanë pasur sukses, është e arsyeshme që të tjerët mund të kenë provuar gjithashtu. Termi flamuri rrem vjen nga bota e lundrimit dhe piratërisë, kur anijet do të ngrinin një flamur që nuk ishte i tyri për të mashtruar të tjerët. Në kontekstin e sotëm,
Këto operacione shpesh përfshin propagandë, sabotim ose sulme të projektuara për t'u shfaqur sikur janë kryer nga një armik, kur në të vërtetë ata u planifikuan nga ata që shpresojnë të fitojnë nga kaosi që rezulton. Paraqitni një mbretëri që quhet Solaris, që dëshiron të pushtoj fqinjin e saj, mbretërinë e Umbrës, por e di se qytetarët e saj nuk do të mbështesin një luftë pa një arsye bindëse. Për të fituar mbështetjen publike, udhëheqësit e Solaris organizojnë një sulm në një nga fshatrat e tyre. Duke besuar se janë nën sulm, njerëzit e Solaris mblidhen pas çështjes dhe shtyn për luftë vetë. Disa ngjarje të mëdha historike dyshohet se kanë qenë, në fakt, operacione me flamur të rrem. Në natën e 27 shkurtit 1933, ndërtesa imponuese e Reichstagut, shtëpia e parlamentit gjerman, u përfshi me flakët. Zjarfiksit arritën shpejt, por shkatrimi ishte përtej riparimit. Në mes të kaosit, një i ri komunist holandez, Marinus van der Lubbe, u arrestua dhe u emërua si kryesi. Lajmi i zjarrit tronditi Gjermaninë. Adolf Hitler, i emëruar sapo si kancelar, akuzoi komunistët se po përpiqeshin të përmbysnin qeverinë. Ditën tjetër, presidenti Hindenburg nënshkroi dekretin e zjarrit të Reichstagut, i cili pezulloi liritë civile dhe i dha regjimit nazist pushtet absolut. Vite më vonë, lindën dyshime se nazistët kishin organizuar zjarrin për të fajsuar armiqtë e tyre. Megjithse nuk u provua në mënyrë përfundimtare, incidenti shënoi fillimin e diktaturës së Hitlerit. Incidenti i Gleiwizit ndodhi më 31 gusht 1939 në një stacion radio në qytetin e Gleiwizit, tani Gliwice, Polonia. Gjatë natës, një grup ushtarësh gjerman, të maskuar me uniforma polake, sulmuan stacionin dhe transmetuan një mesazh të shkurtër në polonisht, duke kërkuar rebelim kundër Gjermanisë. Ditën tjetër, Adolf Hitler pretendoi se Polonia kishte sulmuar Gjermaninë, duke përdorur ngjarjen e organizuar për të justifikuar pushtimin që filloi më 1 shtator. Vite më vonë, gjatë gjyqeve të Nurembergut, u zbulua e vërteta. Incidenti ishte planifikuar me kujdes nga nazistët për të fajsuar Poloninë, një veprim mashtrimi që nisi luftën e dytë botërore. Në pasditën e 26 nëntorit 1939, zjarri i artillerisë jehoi në fshatin e vogël të Majnilas, afër kufirit midis Bashkimit Sovjetik dhe Finlandës. Sovjetikët njoftuan se ushtarët finlandez kishin hapur zjarr, duke vrarë disa nga burrat e tyre. Stalin e quajti ngjarjen një provokacion i padurueshëm, por Finlanda mohoi çdo përfshirje duke deklaruar se trupat e saj ishin shumë larg zonës për të qelluar. Në realitet, bombardimi u krye nga vetë forcat sovjetike, duke simuluar një sulm armik për të justifikuar lëvizjen e tyre të radhës. 4 ditë më vonë, Bashkimi Sovjetik nisi luftën e dimrit kundër Finlandës. Dekada më vonë, dokumente të deklasifikuara konfirmuan se bombardimi ishte një operacion me flamur të rrem, i krijuar për të maskuar ambicjet ekspansioniste të Stalinit. Në vitin 1898, USS Maine, një luftanie moderne amerikane, arriti në portin e Havanës në mes të tensioneve në rritje midis Spanjës dhe lëvizjeve për pavarësinë kubeze. Zyrtarisht, ajo ishte atje për të mbrojtur qytetarët amerikanë në ishull, por prania e saj dërgoi gjithashtu një mesazh të qartë. Shtetet e Bashkuara po vëzhgonin nga afër situatën. Në natën e 15 shkurtit, një shpërthim çau anijen, duke e ndarë atë në 2 dhe duke vrarë rreth 260 anëtar të ekuipazhit. Tragjedia tronditi kombin dhe la pas një re pyetjesh të papërgjigjura. Çfarë kishte shkaktuar një katastrofë të tillë? Në Herë me Spanjën, kujtoni Maine, ulëritnin titujt e gazetave, duke akuzuar spanjollët për sabotim. Zemrimi nxiti fervorin patriotik dhe krijoi skenën për luftë. Brenda muajsh, SBA shpalli konflikt, duke shënuar fillimin e ngritjes së saj si një fuqi globale.
Zjarri i madh i Romës është një ngjarje tjetër e dyshuar se ka qenë flamur i rrem. Ai shpërtheu midis 18 dhe 23 korrikut në vitin 64, duke shkatruar pjesë të mëdha të qytetit. Sipas rrëfimeve historike, flakët konsumuan midis 10 dhe 14 rretheve, duke lënë mijëra pa shtëpi dhe duke zhytur kryeqytetin e perandorisë në kaos. Disa thonë se Nero vetë ndezi zjarrin për të realizuar planet e tij urbane. Historiani Suetonius pretendoi se perandori donte të rindërtonte Romën me një dizajn të madhështor, bulevarde të gjëra dhe ndërtesa të reja, duke ndërtuar Domus Aurean, pallatin e tij luksoze. Në të njëjtën kohë, megjithse krishtërimi ishte ende një fe pakice, ai po fillonte të fitonte ndjekës dhe paraqiste një kërcënim për pushtetin e vendosur. Nero mund të ketë përdorur zjarrin si një pretekst për të fajsuar të krishterët dhe për të çliruar për ndjekje brutale në një përpjekje për të eliminuar sfidën në rritje. A mund të ketë luajtur një organizatë sekrete një rol në një ngjarje si ato të përshkruara në një mënyrë të tillë që vetëm një grusht njerëzish e dinin të vërtetën? Monarkit, aristokracia dhe familjet e fuqishme. Që nga kohët e lashta, monarkit dhe dinastit aristokratike kanë mishëruar autoritetin dhe ndikimin në shoqëri. Gjatë brezave, këto familje grumbulluan pasuri dhe tokë, duke u dhënë atyre kontroll mbi burimet mëdha. Ata shpesh formonin aleanca martesore me shtëpi të tjera mbretërore, duke siguruar vazhdimsinë e pushtetit, duke inkurajuar bashkëpunim midis elitave dhe duke forcuar pozicionin e tyre global. Disa pretendojnë se pas karizmës së disa mbretërve, operonin forca të fshehura, duke lidhur sundimin e tyre me organizata sekrete si Illuminati. Aristokracia, e përbërë nga familje fisnike, shërbeu për shekuj si një shtyllë kyçe e sistemeve monarkike. Megjithse nuk ushtronin gjithmonë pushtet absolut, këto familje kontrollonin ekonomitë rajonale dhe kishin ndikim të madh mbi politikën kombëtare. Gjatë historisë, disa familje aristokratike janë lidhur me shoqëri sekrete. Masoneria, për shembull, numëronte si fisnik ashtu edhe borgjez midis antarëve të saj, individ të interesuar për të mbrojtur interesat e tyre në mes të ndryshimit shoqëror. Sipas disa rrëfimeve, Illuminati infiltruan elitat aristokratike për të ushtruar ndikim të fshehtë, duke siguruar prosperitetin e vazhdueshëm të klasës së tyre. A janë elitat e sotme shoqërore në ndikimin e Illuminati ose ndonjë shoqërie sekrete? A i përkasin super të pasurit organizatave që synojnë të fundojnë botën? Në fund të shekullit të 18, Mayer Amschel Rothschild, një bankier qifut në Frankfurt, Gjermani, filloi të ndërtonte një ndërmarrje të fortë financiare. Me strategji të mprehtë, ai punoi me mbretërinë gjermane dhe dërgoi 5 djemtë e tij në pjesë të ndryshme të Europës, duke themeluar deg në qytete të mëdha si Londra, Paris, Vjenë dhe Napoli, një rrjet global që u bë shtyllë kurrizore e perandorisë së tij. Gjatë luftrave napoleonike, Rothschildët u bën thelbësor duke financuar si ushtrit ashtu edhe gjeverit, duke përdorur metoda novatore për të lëvizur para nëpër kufi. Aftësia e tyre për të ofruar hua të sigurta u fituan atyre një reputacion si bankierët më të besueshëm në Europë. Me kalimin e kohës, Rothschildët zgjeruan ndikimin e tyre, duke vënë para në hekurudha, miniera dhe pasuri të paluhetshme krahas ndërmarrjeve të tyre bankare. Ata ndërtuan lidhje me shtëpirë mbretërore, lider shtetro dhe bizneset mëdha, duke luajtur një rol thelbësor, përpjekje masive si kanali i Suezit. Komanda e tyre e lëvizjes së kapitalit u dha atyre rreze globale gjatë gjithë shekullit të 19. Sot, Rothschildët mbeten një familje me ndikim por me profil të ulët. Ata mbikëqyrin grupe financiare si Rothschild & Co, që specializohet në bankim e investimeve, menaxhimin e aktiveve dhe këshillimin e klientëve të pasur. Përveç kësaj, ata janë të përfshirë në verë, energji dhe iniciativa bamirëse, duke ruajtur trashëgiminë e tyre si një nga dinastit më të fuqishme në histori. Në mesin e shekullit të 19, Junius Spencer Morgan, patriarku i familjes Morgan, filloi të vendoste themelin për perandërinë Morgan duke hyrë në bankinë ndërkombëtare në Evropë.
Megjithse fillimisht amerikan, ai u zhvendos në Londër, ku ai udhëhoqi ndërmarrje financiare që e vendosën atë si një figurë kyçe në botën e bankave evropiane. Ky sukses hapi rrugën për djalin e tij, John Pierpont Morgan, më mirë i njohur si J.P. Morgan, për të zgjeruar trashëgiminë e familjes. I lindur në Shtetet e Bashkuara, J.P. Morgan udhtoi në Evropë në moshë të re, studiuar në shkolla nëpër Zvicër dhe Gjermani. Ai më vonë u kthye në shtëpi dhe përdori ekspertizën e fituar jashtë vendit për të hyrë në botën financiare. Atje, ai filloi të ndërtonte një rrjet fuqie financiare ndryshe nga çdo gjë më parë, duke bashkuar kompani, duke ristrukturuar firma masive dhe duke financuar projekte të mëdha industriale. Ai luajti një rol jetik në ngritjen e gjigantëve si US Steel dhe General Electric, formuar një perandori që dominonte sektor kritik. Qasja e tij agresive ndaj konsolidimit dhe eliminimit të rivalëve e bëri atë bankierin më të fuqishëm të epokës së tij. John D. Rockefeller lindi në vitin 1839 dhe tregoi një aftësi të jashtëzakonshme për biznes që në moshë të re. Gjatë bumit të naftës së shekullit të 19, ai pa potencial në një burim që po fillonte të riformoste botën. Në vitin 1870, ai themeloi Standard Oil, një kompani që revolucionoi industrinë, duke rafinuar, duke transportuar dhe duke shpërndar naftë me efikasitet të pashëmbullt. Pasuria e familjes Rockefeller rritu përmes taktikësh strategjike dhe nganjëherë kontroverse, si marrëveshje ekskluzive hekurodhësh dhe marrje kompanive rivale. Standard Oil përfundimisht kontrollonte 90% të tregut amerikan të naftës. Megjithse gjykata e lartë e ndau kompaninë në vitin 1911 për praktika monopoliste, ndarja që rezultoi, si ExxonMobil dhe Chevron, mbetin shumë fitimprurse. Me pasurinë e tyre, Rockefellerët themeluan banka, investuan në pasuri të paluajtshme dhe financuan universitete dhe institucione kulturore. Ata gjithashtu nisën fondacionin Rockefeller, i cili mbështeti përparimin në mjeksi, bujqësi dhe zhvillim global, duke zgjeruar ndikimin e tyre në fusha kritike. Sot, ndërsa grembi i tyre i drejt për drejt mbi industrinë e naftës është zvogluar, Rockefellerët ende mbajnë ndikim në financë, bamirësi dhe politikë globale. Fondacionet e tyre bartin peshë të konsiderueshme në fusha si shëndetësia publike dhe arsimi. A kanë këto familje me të vërtet kaq shumë pushtet? Sa larg shkon ndikimi i tyre në të vërtet? Rothschildët prej kohësh thuhet se ushtrojnë ndikim të madh mbi sistemet bankare kombëtare dhe ndërkombëtare. Ata janë lidhur me themelimin e bankave qendrore si Banka e Anglisë, Banka e Francës dhe më vonë Rezerva Federale e SBA-s. Sa për Morganet, lidhjet e tyre me Universitetin e Yale-it i kanë lidhur ata me Skull and Bones, një shoqëri e fshehtë kolegjiale. Disa pretendojnë se ky grup është pjesë e një rrjeti më të gjerë pushteti që përfshin Illuminatin, megjithse kjo mbetet shumë spekuluese. Disa kanë dyshuar se J.P. Morgan luajti një rol kyç në krijimin e Rezervës Federale të SBA-s në vitin 1913. Sipas disa teorive, familja Morgan, së bashku me bankierë të tjerë të fuqishëm si Rockefellerët dhe Rothschildët, ndihmuan në formësimin e sistemit për të siguruar kontrollin mbi politikën monetare të vendit dhe për të mbrojtur interesat e tyre financiare. Rockefellerët janë lidhur me grupe si Komisioni Trilateral dhe Këshilli për Marrëdhëniet e Jashtme, forumet krijuara për të nxitur bashkëpunim ndërkombëtar, megjithse disa i interpretojnë ato si mjete për kontroll global. Ka pasur spekulime se Rockefellerët kanë ushtruar ndikim mbi politikën e SBA-s. Lidhjet e tyre me president, antar të Kongresit dhe zyrtar të lartë kanë ushqyer pretendimet se ata ndihmojnë në drejtimin e vendimeve të mëdha, veçanërisht ato të lidhura me energjinë, bankat dhe çështjet e jashtme. Kontrolli mendjes, mjetet e manipulimit dhe pushtetit.
Që nga kohët e lashta, liderat fetar dhe politik kanë përdorur bindje psikologjike për të ruajtur pushtetin e tyre. Kontrolli i mendjes vepron përmes teknikave të ndryshme, ciluara për të ndikuar në nëndërgjegjen njerëzore. Një formë, larja e trurit, kërkon të shkatërrojë besimet ekzistuese të një personi për të mbjellë të reja. Frika është gjithashtu një mjet i fuqishëm kontrolli, formësuar vendime dhe sjellje, shpesh e përdorur nga regjimet autoritative dhe fushata mediatike. Metoda subliminale ekzistojnë gjithashtu, mesazhe të fshehura në media të projektuara për të ndikuar në mendje pa e kuptuar audienca. Në vitin 1950, CIA-ja nisi projektin Blue Bird, që synonte të eksploronte metoda për të ndryshuar sjelljet njerëzore. Teknika si hipnoza, përdorimi i drogës dhe privimi sensorial u testuan për t'i bërë subjektet të zbulojnë sekrete ose të miratojnë identitete të reja. Një nga qëllimet ishte të gjenden mënyra për të mbrojtur agjentët amerikan nga strategjitë e mundshme të kontrollit të mendjes të përdorura nga kundërshtar si Bashkimi Sovjetik. Duke evoluar drejt për drejt nga Blue Bird, projekti Artichoke u zgjerua në metoda edhe më ekstreme. Në vitin 1951, a i filloi të hetonte përdorimin e drogave si LSD, hipnozë të thellë dhe taktika të tjera për marrjen në pyetje dhe manipulimin. Një nga pyetjet e frikshme të ngritura gjatë projektit Artichoke ishte: a është e mundur të kontrollosh dikë mjaftueshëm për ta bërë atë të kryejë një veprim kundër vullnetit të tyre? Detajet specifike mbeten të klasifikuara, por dihet se eksperimentet shkaktuan dëme të qëndrueshme, si fizike ashtu edhe psikologjike, tek individ të shumt. Nisur zyrtarisht në vitin 1953, MK Ultra u zgjerua mbi punën e Artichoke dhe Blue Bird. I udhëhequr nga shkencëtari Sidney Gottlieb, programi përdori droga psikedelike, privim sensorial, abuzim fizik dhe psikologjik dhe terapit me goditje. Qëllimi i tij ishte të zhvillonte metoda të larjes së trurit dhe të formsonte modele të menduarit për të shërbyer objektivat e CIA-s. Një aspekt i njohur i MK Ultra përfshinte administrimin e LSD-s tek qytetarë amerikanë dhe kanadez pa pëlqimin e tyre. Në shumë raste, viktimat nuk kishin ide se po u jepej drogë. Operacioni Kaos, i nisur në vitin 1967, u zhvillua gjatë së njëjtës epoke, zbuluar shkallën e operacioneve të CIA-s. Qëllimi i tij ishte të monitoronte qytetarë të SBA-s, të përfshirë në lëvizje proteste, nën pretendin e parandalimit komunist. Një rast i njohur ishte ai i ish Beatle John Lennon, i cili jetonte në New York dhe u vëzhgua nga agjencitë e inteligjencës për shkak të aktivitetit të tij të hapur kundër luftës. Gjatë luftës së ftohtë, paranoja dhe gara teknologjike në rritje midis fuqive globale e shtyn Shtetet e Bashkuara në territor të pazakont, në kërkim të avantazheve strategjike. Shikimi i largët ishte një nga fenomenet e studiuara nën projektin Stargate. Ai referohet aftësisë së pretenduar të një personi për të perceptuar detaje rreth vendeve, objekteve ose ngjarjeve të largëta pa përdorur pesë shqisat ose njohuritë e mëparshme. Në teori, një agent psikik mund të vëzhgonte vendndodhje sekrete, të zbulonte vende ushtarake armiq ose të gjente individ të zhdukur, të gjitha pa qenë fizikisht të pranishëm. Ndërsa Stargate u zhvillua, njerëz që pretendonin se kishin aftësi psikike u rekrutuan, së bashku me vullnetar të trajnuar në teknika specifike. Pjesëmarrësit morën pjesë në seanca të kontrolluara, ku ata u përpoqën të përshkruanin objekte të fshehura ose vendodhje të panjohura. SBA-ja nuk ishte e vetme në zhvillimin e programeve të tilla. Vende si Japonia, Kina, Korea e Veriut dhe Bashkimi Sovjetik gjithashtu eksploruan metoda të kontrollit të mendjes dhe luftës psikike. Japonia, për shembull, kryeu eksperimente shqetësuese gjatë luftës së dytë botërore. Në njësinë e famshme 731, kërkuesit përdorën kimikate dhe kushte ekstreme për të studiuar reagimet njerëzore.
Pas përfundimit të luftës koreane, u shfaqën raportet të burgosurve amerikan që i u nënshtruan torturave të ashpra fizike dhe psikologjike, izolimit ekstrem dhe propagandës intensive që synonte të riformsonte besimet e tyre politike. Në rastin e Bashkimit Sovjetik, ka dokumente për përdorimin e drogave, izolimit, hipnozës dhe manipulimit psikologjik për të ndryshuar sjelljet njerëzore. Iluminati dhe organizata të tjera sekrete shpesh akuzohen se qëndrojnë pas përpjekjeve për të manipuluar masat. Sipas disa teoricienëve, këto eksperimente të kontrollit të mendjes nuk ishin vetëm për qëllime ushtarake, ata ishin pjesë e një plani më të gjerë për të nënshtruar popullsinë globale. Përmes këtyre strategjive, ata do të synojnë të ndikojnë në atë që njerëzit mendojnë, konsumojnë dhe si sjellin. Eksperimentet reale të kontrollit të mendjes kanë treguar se sjellja njerëzore mund të ndikohet nën kushte të caktuara, megjithse kontrolli i gjithë popullsisë globale mbetet për momentin jashtë mundësive. Megjithatë, shqetësimet nuk janë pa merita. Mediat sociale, algoritmet dhe mbikëqyrja masive tashmë formsojnë zgjedhjet tona, nga ajo që blejmë në atë se si votojmë. Ndërsa nuk ka përfshirje të provuar të Iluminatit ose grupeve të tjera sekrete, ekspozimi ndaj manipulimit mediatik është më i lartë tani se kurrë më parë. Revolucionet mëdha, spontane apo të inxhinieruara. Disa teori lidhin Iluminatin dhe shoqëritë të tjera sekrete me revolucionet mëdha historike, përfshirë revolucionin amerikan, i cili u shpall në vitin 1776, të njëjtin vit kur u themeluan Iluminati. Kjo përkim çoi disa që të spekulonin për një lidhje të mundshme midis figurave kyçe të revolucionit amerikan, si George Washington dhe Thomas Jefferson dhe Iluminati. Megjithatë, nuk ka prova që mbështesin këtë teori. Disa themelues të dheut si Benjamin Franklin, John Adams dhe George Washington ishin mason, por nuk ka të dhëna që tregojnë se ata ishin antar të Iluminati. Në fakt, Washington shprehu shqetësim për ndikimin e grupit në letra, duke sugjeruar se ai nuk kishte asnjë lidhje me ta. Revolucioni francez, i cili filloi në vitin 1789, 4 vjet pasi Iluminati u shpërndan zyrvarisht, ishte një ngjarje thelbësore që i dha fund shekujve të monarkisë dhe mbështeti ideale si liria dhe barazia. A ishin Iluminati pas revolucionit francez? Kjo ide fitoi terren fal figurave si abati francez Augustin Barruel dhe fizikanti skocez John Robinson. Në vitin 1797, të dy botuan vepra që pretendonin se trazira ishte rezultat i një komplot masonik dhe Iluminati. Në Memoirs Illustrating the History of Jacobinism, Barruel argumentoi se Iluminati kishin infiltruar logjat masonike për të përhapur ide revolucionare dhe për të rrëzuar monarkitë. John Robinson, një ish mason, shkroi Proofs of a Conspiracy, ku ai akuzoi masonerin se ishte infiltruar nga Iluminati e Weishaupt. Sipas pretendimeve të tij, Iluminati nuk ishin vetëm pas ndryshimit politik, ata synonin të shkatërronin fen dhe ta zëvendësonin atë me ateizëm. Përtej revolucioneve franceze dhe amerikane, a mund të kenë pasur Iluminati ose një shoqëri tjetër sekrete fuqinë për të ndikuar në trazira të tjera shoqërore? Revolucioni bolshevik të vitit 1917, i cili pati një ndikim të madh në histori, është përmendur nga disa si i mbështetur nga grupe elite perëndimore. Midis lëvizjeve historike në Amerikë, revolucioni meksikan i vitit 1910 shihet nga disa teoricien si të ketë pasur përfshirje të fortë masonike. Disa nga udhëheqësit e tij ishin mason të njohur, përfshir Francisco Madero, presidentin e parë demokratikisht të zgjedhur të vendit. Mes viteve 2010 dhe 2012, një val protestash përhapej nëpër botën myslimane në atë që u bë njohur si pranvera arabe. Ishte një kryengritje popullore, ku qytetarët në disa vende të lindjes së mesme dhe Afrikës Veriore u ngritën kundër regjimeve autoritative.
Megjithse shtytësit kryesor ishin pabarazia ekonomike, korrupsioni dhe mungesa e lirive, lindën teori që sugjeronin përfshirje të mundshme nga fuqitë perëndimore në zhvillimin e saj. Disa analistë kanë pretenduar se vendet perëndimore mund të kenë inkurajuar lëvizje proteste midis popullsive lokale për të destabilizuar regjime si ajo e Muammar Gaddafit në Libi ose Bashar al-Assadit në Siri, të cilat shihen si kundërshtare të interesave të tyre. Çfarë ndodh nëse Illuminati ekzistojnë me të vërtetë? Kjo mundësi shtrihet në kryqëzimin e historisë dhe spekulimit, ndërsa rezistrat historike tregojnë se Illuminati u shpërndan nga autoritetet në fund të shekullit të 18, është e tentive që Adam Weishaupt dhe antarët e tij, të paktën afër 100 vjet, të kenë krijuar një fundament të qëndrueshëm për të luajtur rolin e një shoqërie sekrete moderne. Konceptueshme që ata mund të kenë mbijetuar, përshtatur dhe vazhduar të veprojnë në fshehtësi. Siç kemi parë, Augustin Barruel dhe John Robinson pretenduan në fund të viteve 1700 se Illuminati kishin luajtur një rol në revolucionin francez. Nëse ata arritën të mbeten aktiv që atëherë, si mund ta kenë bërë këtë dhe cilat strategji do të përdornin për të shmangur zbululimin? Për të siguruar mbijetesën e tyre, Illuminati do të kishin nevojë të evolojnë me peizazhet në ndryshim historike dhe kulturore, duke miratuar struktura të reja organizative dhe mënyra komunikimi. Ata mund të kenë braktisur ritualet e hapura dhe hierarkitë e ngorta në favor të një modeli delikat, të decentralizuar, të ndërtuar për të shmangur syt vigjilent të autoriteteve. Në vend që të mblidheshin në grupe të mëdha ose vende me profil të lartë, ata do të kishin formuar rrjete jo formale të individëve me ndikim, të lidhur nga një vizion i përbashkët, duke vepruar në mënyrë të pavarur. Komunikimi i tyre do të mbështetej në kode, enkriptim dhe teknologji të fundit, duke qëndruar vazhdimisht një hap përpara botës përreth tyre. Një shtyllë thelbësore për mbijetesën e tyre do të ishte aftësia për t'u përzierë në strukturat e vendosura të pushtetit, qeverit, korporatat dhe institucionet ndërkombëtare. Në vend që të funksionojnë si një forcë e jashtme, Illuminati e sotme ndoshta do të zgjidhet të integrohet dhe të manipulojë nga brenda, duke u lejuar atyre të veprojnë pa ngritur dyshime. Ata mund të paraqiten si teknikrat, filantrop ose liderat mendimit, duke punuar në mënyrë diskrete, ndërsa drejtojnë veprimet e tyre drejt qëllimeve afatgjata. Kontrolli i informacionit do të ishte thelbësor për të qëndruar i fshehur, duke përdorur teknologjinë dhe median për të përhapur keq informacion dhe për të mbrojtur të vërtetën nga ekspozimi. Në një botë të ngopur me teori konspirative, një strategji efektive do të ishte të përmbytej publiku me narrativa kontradiktore, duke fshehur realitetin në një det konfuzioni. Duke bërë këtë, çdo përpjekje për t'i zbuluar ata do të refuzohej si thjesht një tjetër fantazie pa bazuar që qarkullonte nëpër mediat sociale. Kjo metodë njihet si përmbytje informacioni, një taktik që manipulon perceptimin publik, duke mbingarkuar njerëzit me përmbajtje kontradiktore. Rrjetet sociale mbushen me fakte, gënjeshtra dhe spekulime, duke bërë më të vështirë dallimin e asaj që është reale. Si rezultat, e vërteta humbet besueshmëri, e varrosur në një përzierje versionesh absurde dhe të shpikuara.